Dashuria për neve nuk ka qenë të mbaron të kështu. Ashtu na erdhën rreth tanët. Ashtu na erdhën çdo gjë. Edhe u shkënjeke. Më fort. E sa të presi e non, ma i vesh një të vërtet partën. E ja shpirë të përqafoj njërës më da marrë mallik. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të shkojmë në Selanik, do të hap dritaren për Tefta Jonuzin. Është një motor me një zemër të lënduar për shkak të vllajit të saj të humbur të zhdukur prej vitesh, Gjergji Zhupani në Greqi. Në fakt, Tefta ditën e sotme nuk do të hyjë në këtë live për historinë e vllajit të zhdukur dhe padyshim unë do e pyes edhe për Gjergjin, por ajo kërkon të denoncoj një zonjë, një tjetër shqiptare emigrante në Greqi, Rudina Ziu, ku kjo i fundit i mban peng një dosje me dokumenta. Për gjithë besnikët e live-eve të mia e kanë ndjekur Rudinën kur ka qenë këtu në live me Odetën dhe ka treguar një histori të dhimbshme të jetës së saj dhe padyshim ka përmendur edhe zonjën Tefta Jonuzi. E kujtojmë atë moment dhe rikthehemi. Se zonja në fjalë, Tefta Jonuzi, që ka marrë 200 euro shënja ku e ke këtu, a shikon? Po, shikoj, është një letër që është dërguar me Western Union. Për fat keq unë ja dërguar ata asaj, po këto ajo ishte me letër Azili. Azili ja kishte marrë letrën dhe pasaportën. Letrat ja ku i ka dhe pasaportat i kam që të gjitha unë të zonjës së fjalë, me certifikat familjare, me deklarim, pranim, avokati që unë të mbaja dosjen e zonjës, se nuk dinte greqisht dhe si përkthys dhe si për ndihmues për gjuhën. Në prezencë të avokatit është marrë dosja për zonjën. Dhe pa dijen time zonja ishte bërë muhabet në kunatën dhe me zonjën Tefta Jonuzi. Tani të lutem. Që unë të dërgosh ajo shumë parash. 200 euro të zonjës, të dalin të deklaroj të bëjë dhe zonjën Tefta Jonuzi të në denoncim, se unë ta ka me video, tuk me qenë që është me adres TikTok-u Lali London, dhe dëgjoj pak me veshin tënë, se i cito tjetrës, që unë bëj pastrime, bëj punime vetë, nga 200, nga 400 dhe nga 600 euro. Pse s'doli për zonjat, në të zonja në fjalë, se do të ngatron të dhe mua në jo. Dëgjoj mua këtu, se si jam një frungtaj nëpërmjet të kësaj zonjës shtumtën për ndihmën e letrave. Ishi shoqëri këto grup TikTok-u, ku s'kam qenë TikTok-u se unë punoj në mëngjes, ikim mëngjes nga shtëpia e vinë në darkët, unë e rrisë vetë me ato fëmija. Kyte pak. Më vjen keq. E dëgjon çfarë thot. Më vjen keq. Iki në mëngjes e vinë darkët. Nida ka qenë shumë shoqë e ngushtë me këtë që po të them unë ty. Nëpërmjet kësaj njofa unë këtë. Kam kupton? Po, ti e ndihmove për letrat, por pse të mashtroj ty ajo? Zonja mua më bën blok, më bën gjithë kjo më të rrotullim nga mbrapa që unë se dia se kisha berin. Këto ishin në djeni të tëra, por e në dorë të AMG, se AMG e ka me emrin aty dhe kush e njeh AMG, AMG ka bërë për gjithë shqiptarët e çfarë ka patur mundësi. Kam dhe unë një histori të zemër. Kam një plag 24 vite që më ka shitur fëmijën i vlla dhe unë jam këtu dhe nuk hesht, më mirë të isha në burg dhe kisha qenë më lumtur. Ta them sinqerisht. Se sa jashtë edhe sklave kur i thonë. E dëgjuam Rudinën, një nënë e cila ishte e lënduar për shkak të humbjes së djalit të saj, por ajo tregoi që kishte një zemër të madhe dhe ndihmonte të gjithë emigrantët në Shqipëri me dokumenta, duke përmendur edhe Tefta Jonuzin, motrën e Gjergjit që kishte ndihmuar për dokumenta. Por Tefta tregon një tjetër histori dhe kërkon sot të jetë këtu në live me Odetën për të treguar versionin e saj dhe për të denoncuar zonjën Rudina se po i mban peng dosjen me dokumenta duke i kërkuar para. Por çfarë ka ndodhur? Hap dritaren dhe e përshëndes me njerë zonjën Tefta. Tefta, përshëndetje! Përshëndetje Odeta, si je? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë, jam me fëmijë. Tefta, për t'u prezantuar dhe me audiencën, ne prej disa kohësh jemi bashkë, që kur ka filluar emisioni pa gjurmë, sepse ju jeni motra e Gjergji Zhupanit, keni një vlla fatkeqësisht të humbur. Po, fakt është e vërtet. Edhe jemi duke kërkuar edhe për momentin. Kemi ca dyshime, por të vërteta se dim. Do flas dhe për Gjergjin ditën e sotme në këtë live, sepse është shumë e rëndësishme historia e tij dhe mbi të gjitha është një plag në familjen tuaj, por
Sot ti kërkove të reagosh për diçka që ka ndodhur në live me Odetën. Po, me thënë të drejtën po, se kur hapa TikTokun edhe nxora foton e vllajt tim. Për të kërkuar të dije diçka se shumë njerëz janë, jo shumë po, janë shumë TikTok. Por me erdhi një Rudina Ziu, ish mbesa e prokurorit. Rudina ka I Beratit. Rudina ka qenë në live me Odetën përpara disa kohëve dhe ka shprehur historinë e saj dhe mbi të gjitha të ka përmendur dhe ty. Po pra, edhe më tha do ndihmoj. E dija se do ndihmonte. E mora për të më përkthyer gjuhën te avukati. Bëra dokumenta kopje, edhe tha do të ndihmoj, edhe i mori edhe nuk më i pruri më. Unë nuk e di se çfarë ndodh me migrantët në Greqi, por realisht historitë që dëgjoj më vjen keq. Nuk mi pruri, radh para Odeta, po më kërkoi edhe 1.500 euro që t'je i hipe lek e të mira dosjen time. Me çfarë të drejtë të mbahet dosja ime? Po si ajo të ka mbajtur pengë dosjen? Po, edhe në kratë jetët ka thënë ty që ja ka dhënë avukati. Po për kohë këtë ati vllaj që e kërkoj, nuk ja ka dhënë avukati, po i kam ndarë me duart e mia për të më ndihmuar këtë avukati të përkthente gjuhën. Po, I pagova dhe vizitën e djalit kur çova dhe fëmin tim për vizitë. E me të ngrënë e me të pira, sepse se i dash 1.500 nuk më jep dosjen. por ti mund ta denoncosh në polici, ç'është ky muhabet? Atë thuj asaj zonjës, se unë nuk kam mundësi për momentin se e kam hallet e mia, më ka rënë halli mbi sallë. Kam qenë edhe pa punë, se ajo më ka hequr edhe nga puna. Po se kuptoj, po pse ajo? Unë tash ti kam fillu punë. Pse ti ka bërë këto? Tash i kam fillu punë. Me çfarë motivi të mban penga ajo dosjen ty të dokumentave për të përfituar leje qëndrimi në Greqi? Kërkon 1.500 euro. Unë po të kisha, nuk kam pse t'ja mbaj, po me çfarë të drejtë t'ja japnje. Kur është dosja ime? Por ajo nuk është avokate, është emigrante për vete. Nuk t'i bën ajo letra, t'i bën shteti. Bravo, atë po them. Atë po them, Odeta. Me çfarë të drejtë të shkruajti edhe ty? Që Tefta që e ka magjistare. Po ti isha aq magjistare Tefta, do ndrejshte fëmijët e vet. Do ndrejshja veten time. Unë kam vujtë 3 muaj, kam shitur gjakun e trupit. Por do ushqyer 3 fëmijë, se më hoqën nga puna. Se kishte numrin e pronarit edhe foli me pronarin. Edhe më hoqi fishek. Dhe çfarë i tha pronarit tënd? Nuk e di llave më, si sa aty. Edhe ai tjetër më vuri fishekun. Tha, hek dil, tha, s'ka punë me tha për ty. Edhe s'm ka dhënë edhe lekët. Tefta, ju jetoni në Selanik? Me i fshat të Selanikut kam jetuar. E tash Tefta, kjo bota e TikTokut është e frikshme. Gjithë këto gjëra ndodhin në TikTok, unë nuk e di vesh të mi çfarë s'kan dëgjuar, unë jam shokuar që gra në moshë të martuara me fëmijë të rritur është e frikshme. Unë për vetë ti. E normale që është e frikshme, po unë më shumë e hata për të gjetur një të vërtet për vëllan. Çfarë mesazhi do t'i jepi zonjës Rudina? Se jam e sigurt që është duke na ndjekur. Zonja Rudinës, do t'i them, unë magjistare nuk jam, se po ti isha, do isha dikushi. Jo të vuni fëmijët e mi për bukën e gojës. Zonja Rudina të kthej dosjen kujt akon, edhe ti mbylli këto temat, se unë nuk shes fëmijën, po shes gjakun e trupit. Okej? Unë shes gjakun e trupit, jo fëmijën. Të shikoj hallët e veta, edhe unë të mijat. Nuk kam asgjë me atë, ajo ka me mua. Por ndalemi pak tek historia e Gjergjit. Është plaga më e madhe e familjes tuaj. Shumë. Duke ditur që jemi bashkë të dyja këtu në këtë live, dua të ma tregosh historinë e Gjergjit. Si humbi ai kontaktet me ju? Ai që në jetë Larisës, punovi 7 muaj, ishte mosha 18 vjeç, që ka folur vllai me datë 23 mars,
Edhe po bënte shaka, thoshte jam mirë, ndaj kishte filluar të fliste fjalë greqisht. Nena u bë zemra mal. Të nesme na me pronar që a ka ardhur Gjergji se nuk e di. Vetëm kaq. Ka qenë 10 metro lak shtëpisë me bakti. Po atëre bakti nuk ishin lëshuar. Morëvesh në ka tjetër. Nuk e di. Një zot e di edhe jam mundur të gjej një histori të vërtet. Por për momentin akoma s'kemi mësuar. I dashur Teta, ai ka qenë 18 vjeç kur u nis nga Shqipëria drejt Greqisë në kur i bie, në vitin 2000. Po, është larguar në 1999 dhe humbi në vitin 2000. Po. Udhëtoi vetëm drejt Greqisë, mund të marrë fesh historinë e Gjergjit me detaje ditën e sotme, një mundësi, një dritare që ndoshta dikush mund të di diçka dhe të na ndihmojë. Ai ka udhëtuar me 2 vëllezërit e vet. Të 3 vëllezërit e tu janë nisur bashkë, Gjergji dhe 2 të tjerët. Po? Po. Kanë filluar punë secili në Terezin e vet. Vllai me krah, tjetër me krah. Të 3 vëllezërit filluan punë. Pastaj të 3 ishin në Larisa? Po, në Larisa, në punë qenë të 3. Gjergji ka qenë më i vogli nga vëllezërit? Po. Më i vogli? Me i vogli. Po. Me i vogli shtëpisë. Edhe filloi punë me bakti, vllajt në këto bojësi, tjetrin nuk e mbaj mend se kam qenë unë 15 vjeç dhe nuk është se i mbaj mend gjitha. E qartë. Edhe vllai ma erdhi se ne do të transferoheshim në fshati Gramshit, do vimim në Durrës, tjetri qelloi që ka policia se s'kishte dokumenta. Dhe ngelet vetëm Gjergji. Ngeli vetëm Gjergji. Punovi 7 muaj. Por në ato pak muaj që të 3 vëllezërit ishin bashkë në Larisa, takoheshin me njëri tjetrin? Po. Takoheshin, flisnin, bënin shaka me njëri tjetrin, mirë ishin, nuk është se kishin e ngjatë. Po pra, këtë dua të pyes, vllai i madh dhe vllai tjetër kishin kuptuar që kishte ndonjë problem Gjergji se 18 vjeç ishte, i vogël ishte ende. Derisa qenë atje nuk kishte probleme. Më mbrapa, kur erdhën vëllezërs, qelloi njëri që erdhi për shtëpinë, që të rasorosin, tjetri qelloi që e kapën policia se s'kishte dokumenta atëre. Po. Edhe më mbrapa, 1 muaj mbrapa, 2 muaj, mos gaboj se nuk i mbaj mend të gjitha, historinë se kam qenë e vogël, 2 korçar i kishin filluar t'i bënin shantazh. Vllajt. Edhe vllajt atëre. Pastaj ne çum një kushurinin ton, edhe i rregullova gjërat sa, edhe kaq. Por Gjergji vetë çfarë ju kishte treguar në telefon prindërve, sa kujton ti, këta 2 persona nga Korça për çfarë e kërcënonin? Nuk e di, nuk se tha, thjesht më kam një çik grindje me këta, tha. Nuk është se na tha me qartësi që ti i dim, më kupton? Por ata punonin në të njëjtin vend bashkë me Gjergjin? Jo, nuk ishin njëjtin pronar, po me tjetër, po aty në atë fshat. Por në momentin që vllai humbi ka qenë pronar i grek që ju ka njoftuar juve. Po. Çfarë ndodhi më pas? Ju keni udhëtuar drejt Greqisë? Vajti vllai i madh, pavarësisht se s'kishte dokumenta, ka vajtur vllai i madh. Edhe i tha shefit policisë, ju mund të më ktheni sa herë të doni, tha, po unë do i kit kërkoj vllau, tha. Edhe i ka dhënë një letër që të kalonte, që mos kishte probleme. Edhe vllajti bëri edhe denoncimin në polici, prit të marrë një përgjigje hiç. Vajti edhe te pronari dha vetëm lekët për sa mujt kishte punuar Gjergji. Ishin edhe plaçkat atje, ishte edhe numri i telefonit që kishte tonin, edhe asgjë nuk kishte marrë me vete. Një zot e di. Po pronari, çfarë i tregoi vllai? Domethënë si ishte larguar atë ditë? Kishte dalë me bakti, si ishte zhdukur? Nuk e di, thot ai 5 metro në shtëpia mi ka lënë baktit, thot, pa bari e gjeta, thot. S'digja, thot.
Allin e kur kemi pyetur e thonë që delet a ditë nuk janë çuar, se ka qenë, nuk e di se qa feste pas ka patu Greku, edhe nuk I kanë çuar baktit a ditë. Kjo të bën të dyshosh? Dyshimi po. Çfarë dyshoni ju si familjar? Dysha mos ka gishte edhe pronari. Mësa nuk po I gjenet një shenjë, një kock, një zë. Qa dyshosh më shumë se kaq? Që kemi 25 vite që presim dita ditës. 25 vite nuk janë pak. Që nëna ime ka ngrënë 7 fika për atë birë. E sa të presi e non, ma I vesh një të vërtet paktën. Paktën ore të qoftë edhe vartjet. Ta thoj të ti me në ta qaj. Se të qash as në tokas në qelë. Të tim një histori të vërtet për atë vëlla. E dashur Tefta, unë e kuptoj që dhimbja është e madhe në familjen tuaj, janë plot vite që s'keni mësuar asnjë lajm, as informacion për Gjergji Zhupanin, një 18 vjeçar që u zhduk në Larisa dhe nuk dihet çfarë ndodhi me fatin e tij. Por në momentin që vllai shkoi në Greqi dhe takoi pronarin, sepse ai vetë ju ka njoftuar për humbjen. Po, Më tregove që ai ju ka thënë dhe para të rrogën e Gjergjit. po. Por ai si e kishte lënë Gjergjin? E kishte lënë në stan, Gjergji flinte në stan apo flinte poshtë në qytet? Jo, Gjergji flinte kishte një dhomën afër pronarit, po nuk është se kisha humbur ndarket. Ai ka humbur ditën. Pra, sipas pronarit kishte dalë me baktit atë ditë dhe nuk u kthye më. Bravo. Por si e zbuluat ju që atë ditë baktit nuk kishin dalë për të kullotur? Kush u dha këtë lajm, këtë informacion? Me të pyetur në fshat, informacione në fshat, edhe na thanë që nuk janë çuar baktit atë ditë. Por këtë Edhe unë personalisht vjet kam qenë në policin e Larisës e nuk më del emri vllajt që ka bërë kërkesën e humbjes djalë, vllajt vet. çfarë do thotë kjo? Që nuk është marrë seriozisht apo Ose nuk është marrë seriozisht, ose I ka hudhur se dilte emri pronarit. Nuk e di, janë 2 pika që nuk më pëlqejnë. S'di këtë mendoj. por vllai ka bërë denoncim? Vllai e ka bërë I pari, po nuk është emri. Se unë vajta vjet, Po, edhe e kam kërkuar. Edhe më del emri pronarit. Jo I vllai. sikur denoncimin e ka bërë pronari. Bravo. Por pronari, e ke takuar ti vetë personalisht ish pronarin e vllajt? Jo, nuk e kam takuar personalisht, se ndaj që thash, ngela pa punë, nuk kisha me çati ushqyer fëmijët. Dhe nuk udhëtoje dot drejt Larisës, e qartë Tefta. Por dua të ndalem pak të pyes që në momentin që pyetët aty në fshat, çfarë ju thanë për vllajin, për Gjergjin, se besoj në atë kohë ka patur dhe shqiptar të tjerë aty. Asnjë që nuk tregojnë. Kanë frikë, mase. Nuk e di. Kemi pyetur edhe asnjë përgjigje. Edhe kur hyra në TikTok, ishin ata njerëz që kishin qenë Larisa, edhe asnjë nuk po thoshte të vërtetën. Të gjithë thoshin e dim që ka humbur, po historinë nuk e tregojnë, asnjë. E dashur Tefta, Edhe kjo po të dëgjoj. Edhe kjo Rodina, ndaj që kërkoi edhe një djalë që ka qenë gazetar, e kërkoi dhe në TikTok, I ka kërkuar 3.000 euro. E gjej unë vllën e kësaj, po du 3.000 euro. Ku I çon mushka? Këta nuk e di, nuk dua të merrem me këto lloj historira sepse as mua nuk më pëlqen. E dashur Tefta, ndalemi tek Gjergji. Në momentin që ju e mësuat që Gjergji kërcënoi nga 2 shqiptar Korçar, arritët ju t'i zbulonit kush ishin këta persona nga Korça që e kishin kërcënuar Gjergjin në Larisa? Ka vajtu kushuriri im që ne dastim, edhe ka sqaruar, ka thënë s'kemi gjë. Kaq. Por pasi humbi vllai,
I keni takuar prap këta persona? Nuk e di, se nuk e se i mbaj mend të gjitha, më kupton të Qartë. Por për çfarë ishte zënë vlla juaj me këta dy korçar? E kuptoj kishin sqaruar gjërat, por kush ishte shkaku i konfliktit i debatit? Nuk na e ka thënë. As vllai? Thjesht keq kuptime kaq, nuk morën vesh se për çfarë qysh tek. E dashur Tifta, përgjatë këtyre viteve, kam pritur ndonjë informacion në familjen tuaj, qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve, është parë këtu, dyshohet këtu? Në një sakt jo, por në kërkimet e mia dyshoj tek burgu i Larisës i madh, sigurisht madhe, që thot që është me një person i ngjashëm, nuk është se është verifikuar, Qartë. me foton e Gjergjit, quhet Jorgo Zhupani, por nuk kam arritur mundësinë të vete në atë pikë. Kur e ke marrë vesh të informacion, se që nga i rëndësishëm, Jorgo Zhupani, biemri juaj, ti e përshtypje sikur, ai në Greqi si e ka mbajtur emrin Gjergji? Gjergji. Por që ndoshta mund ta kenë ndryshuar shqiptarët në ditë që në Greqi i ndryshojnë emrat. Kur vajten në ambasadë për të marrë informacion, a ka bërë pasaport i MVL, më thani jo. Edhe më ka ndihmuar një miku im, hyri me këto që hapin në sistemat, Po, ankande, edhe deli emri Gjergji Zhupani në 2003 kishe bërë pasaport. po këtë gjë mund ta verifikoni edhe në Shqipëri juve, nëse ka trequr pasaport vllaja apo jo në 2003-shin, që i bie 3 vite pas humbjes. Thjesht e kam kapur këtu në Greqi në këtë vit. Edhe dikush është, nuk e di, dyshimet e mia, se dhe në 2025-ën ka qenë njëri që të mirë pasaportën e Gjergjit, por nuk është marrë dot. Nuk është bërë. Pra dikush ka tentuar në Shqipëri të nxjerrë një pasaport me emrin dhe mbiemrin e vllajt. Këtu në Greqi. Në Greqi, jo në Shqipëri, se nuk kam bërë informacion në Shqipëri, kam bërë këtu në Greqi. E dashur Tifta, ndalemi pak informacioni i burgut. Si e mësove këtë informacion që vllai ndoshta mund të jetë në një burg aty në Larisa? Kam mësuar në këto përpjekjet, si në anë e TikTok-u, si në anë e gjithave, më kupton? Edhe bini në pikat atje se në 2005-ën, që e ka vra një qift grek, është vjedhur ajo shtëpi, thon, edhe është vra një qift edhe vllai im ka qelluar, ka kaluar, edhe ja ka lënë atij fajtorin. Pra që s'ka gisht. Dyshohet që një shqiptar që mund të kryer krimin, që ka vrarë një qift grek, se ka tentuar të vjedhi, ka qenë edhe Gjergji dhe kanë përfunduar në burg. Jo, në Gjergji kishte qellu me kalu, thon. Dhe ka përfunduar në burg dhe ka marrë dënimin për vrasjen e qiftit grek. Që e ka bërë dikush tjetër, thjesht ka qenë duke kaluar kalimtar rrugë. Më kuptove teftën. Por nuk e mundur do ta verifikosh, sepse nëse kjo është një histori dhe një ngjarje e vërtet, sigurisht për vrasje dënohet shumë vite dhe po nuk e kam mundur do ta marr tamam informacionin, se po them kam ngelu pa punë dhe kisha fëmijë pa bukë 8 muaj. E dashur Tefta, mund të ndihmoj dhe unë për këtë pjesë, për të verifikuar në burgun e Larisës nëse ka ndonjë shqiptar me emrin Jorgo Zhupani, sepse është shumë e rëndësishëm që dyshohet që një shqiptar është dënuar për vrasje, ndodhet në burg me emrin Jorgo Zhupani, logjikisht ti e përshtypjen se pleq kanë qenë ata, e ka vrarë dikush tjetër thon, por Gjergji ka qenë duke kaluar edhe ja kanë hedhur fajin atij. Se di. S'di çfarë them. Një gjë që nuk e di. Unë prandaj po përpiqem të mundoj të gjej një histori të vërtetë.
E dyshon se mund të jetë vllai implikuar në këtë ngjarje dhe ndoshta një djalë i vogël 18 vjeçar që largohet nga familja, nisi një jetë re në Greqi, mund të hyjë në një rrugë të gabuar. Fatkeqësisht duam apo nuk duam, ne e dimë që në vitet e para të emigracionit shumë shqiptar hynin në përbanesat e shtetasve grek të vitnin. Kjo gjë është e vërtetë, nuk e mohojmë dot. E mendon që një gjë të tillë nuk e bën vllai. Sido që të vinë rrethanat, nuk e bën Deta, se unë kam ditur vetë 8 muaj që qanë e fëmijët për bukë edhe nuk bëra asnjë lloj gabimi. Po shita gjakun e trupit tim. E di kush është vllai im. Edhe vë duar zjarr për të dyja, jo vetëm për vllain tim, se e di çfarë karakteri ka. por është ngjarje goxha e Po varet, mund edhe ta detyrojnë, varet se si unë nuk e di rrethanat, po këtë gjë nuk e bën. Kaq ditë. mirë, është e kuptueshme, një motër s'mund ta pranoj kurrë për një vlla. Është normale kjo gjë dhe të mirë kuptojë dashur Tepta, por unë uroj dhe shpresoj që ai të jetë gjallë, mos ka ndodhur diçka e keqe me fatin e tij. O sot, inshallah, sido që t'jetë, motrën do e ketë në çdo moment, vetëm thot jam gjallë, jam këtu, pasha Zotin, jam duke fluturuar vetë edhe tashi. Ja hap krahët se më ka marrë malli ta përçavoj një jetë që herë. Se kam 25 vite vetëm qaj. E marr foton e shtrëngoj forcë më vlla ku je. Tefta, çfarë kujton nga Gjergji? Çfarë ruan, le të themi, në zemrën tënde, në mendjen tënde? Unë atëre kujtoj, çfarë me baktit, ai vinte me dhi, unë vija me dele. Keni jetuar në Edhe Gramsh? lumi. Në atë kohë keni jetuar në Gramsh? Po, në fshat Kullollas. Po. E mirë e thoshim në filament do takojmë të lumi. Edhe ndami bukën gjysmë. Edhe kafshita që ngelqe e ndami në gjysmë. E lodhje që bomi bashk. Çfarë nuk kujtohet. Çdo gjë edhe çumçakizën e ndamim gjysmë, sa ishte çumçakizi. Po ne dukse shumë, e ndamim gjysmë bashk. Ikme për qafe, nuk ndashim do të kur, kush na shifte, abitëshim, njëri tjetri. Dashur Tefta, ai sot sa vjeç i bie ti jetë? Ai sot është 44. Po. Ndërkohë dhe unë po bëja veprimet, po bëja llogarin. I bie ti jetë 44 vjeç sot. Dhe nëse do të dilte përballë, nuk do ta njehe, besoj. Nuita ime e njoh. Edhe 10 metra larg vetëm ta di vendin e njoh. Motra e ndjen gjakun për vllan. Edhe sikur mos ketë kujtes, unë do mundon që ai të më njohë kush është motra e atit. Do i kujtoj gjithçka që kemi bërë në jetën tonë. Dashuria për neve nuk ka qenë të mbaronte kështu. Po ka qenë që ne të jetonim jetën më të bukur. E dashur Tefta, unë jam e sigurt ti je në emigracion, punon për familjen tënde, ke fëmijët, je martuar, ke krijuar jetën tënde, por të dhëmë kur nëna të telefonon dhe të pyet, të shikon se ajo drita e syve duke ditur që ti jeton në Greqi dhe sikur dita ditës do zbulosh të vërtetën për vllajin. E fikse vërtet. Moment telefonaj me bica bëre. Oj mam, tash për tashim ka në hallet e mia tash. Por nuk do ta le çeshin pezën, kam thënë. Se unë jam edhe ndar tash. Kam të vetë 3 fëmijë kurris. Je divorcuar? Prandaj po i them. Po, jam divorcuar dhe kam 3 fëmijë kurris që më erdhën gjithë situata në Aerodina që Zotin i kam lënë. Edhe ai jam marrë hakun tim të gjitha. Por çfarë ka ndodhur me bashortin? Pse e divorcuar? Ashtu na erdhën rrethanat. Ashtu na erdhën çdo gjë. Ndodhi në Greqi. E çova për letra në Shqipëri dhe vazhdova budalliqet e veta.
Edhe unë jam me 3 fëmijë, i kam vetëm kurris. Por fëmijët, qa moshe kanë e dashur? Djali im është 16, i madhi, i dyti është 14, vajza është 7 vjeçe. E kërkojnë babain? I kanë kuptu vetë gjërat. Nuk i kanë folur për keq, i kanë thënë është baba juj, mund t'i flisni, mund t'a respektoni, sigurisht me mamën, pavarësisht se mua më erdhën gjërat kështu, mama nuk do lëshoj dorën asnjëherë derisa të vdes, kam thënë. Ai nuk përgjigjet fare për fëmijët. Ai ka ardhur në Shqipëri dhe jeton në Shqipëri, ndërsa ti me fëmijët jenë... Jo, erdhi bëri letrat edhe ka ardhur në Greqi, punon e nuk jep. A, jeton aty, po afër jush, në Greqi. Po, Por nuk interesohet fare për fëmijët? nuk i jep, i takon e një nënë, por nuk i jep asnjë gjë për të ngrënë. Se duan të hanë ata 3 fëmijë. Unë tash i kam fillu punë. Një javë kam. Pra jeta jote aty në Greqi është më e vështirë se në Shqipëri. Po, në kërcënimet e Rudinës që më mban dokumentat. Por tani, Rudina Zim, të vej gishti kokës. e dashur Tefta, Rudina është shkaktari i divorcit? Jo, shkaktari i divorcit nuk është Rudina, janë gjëra tjera, ato nuk po i them për divorcin e Rudinës, nuk e vajsoj për divorcin, unë vajsoj për gjërat e tjera, budalliqet e tjera. Që unë nuk kam gisht as për magjira, sa u bëdia magjirë, se im shoq. E dashur Tefta, sinqerisht më vika shumë keq që je divorcuar, forca, ne nënat jemi të forta, duhet ja dalin për hir të fëmijëve. Më vjen keq sepse ata fëmijët e përjetojnë ndarjen, sidoqë të jetë e ndjejnë mungesën e babait, por uroj që ai të jetë i përgjegjshëm për fëmijët. Nëse dëshiron ti përcjellësh, sa kohë ke që je divorcuar? Kam një 9 muaj. Në këto 9 muaj je drejtuar gjykatës për të bërë divorcin ligjor? Jo, se s'kam bërë letrat, kur të bëj letrat e kur të ke mundësinë e lekut, atëherë po, unë tash nuk kam bukë t'yra fëmijëve. Jam në Greqi edhe po mbien nëna ime pensionin e vet. Turm derash e vërtet. Po le ilaçet e veta, po më vjet ushqim fëmijët e mi. Se kam qenë pa bukë, kam shitur dhe gjakun, me çat shes. Prandaj, unë tashi hallet e mia i more vesh, unë nuk jam në ato lloj që ka thënë Rudina që ishin tëra mashtrime, se t'ishin të vërteta për shpirt ati vëlla që e kërkoj kaq vite, do thosha po, është e vërtet. Po një mashtrim, një mashtruese që mashtro, Zemër, ke kaq shumë malle dhe kaq shumë plagë sa harroje atë lloj historie që nuk kanë vlerë gjërat e TikTokut. E dashur Tefta, duke ditur që jemi në këtë live, dëshiron t'i japësh babait të fëmijëve ndonjë mesazh? Babait e fëmijëve t'i përgjigjet fëmijës siç i takon. Kaq. Si them do të asnjë gjë, nuk më intereson për jetën e vet, ndas sa krijojnë, ndas mos sa krijojnë. Unë i kam thënë të rujt i madhi Zot, kudo që të edhe shapin. Ama për fëmijët do të përgjigjesh, se i kemi bërë të dy, nuk i kemi bërë vete. Por nuk e merr dot guximin ta takosh dhe ti flasësh përballë këto gjëra, sa ata fëmijë kanë nevojë për shumë gjëra, që ndoshta ti nuk mund ta fal unë dot. Ai kërkon, po unë nuk mund ta fal me. Sa është lëndu zemra ime. Kaq. Ai kërkon, por ti nuk e pranon. Po, nuk e pranoj se jam lënduar shumë. E dashur Tefta, e kuptoj, ti ndoshta nuk e pranon më rikthimin me atë dhe është e drejta jote, por aman që ta takosh dhe të flasësh që ai të pagojë një detyrim për fëmijët, kjo është mos e normale. Ashtu nuk do ajo, do të vi ty në shtëpi me zor, ose nuk paguaj. Ashtu mirë pashim. Por djali më i madh si ka reaguar ndaj babait? Keq. Nuk ta prisën aty, ka thënë kaq. Më vjen keq që e lënduar kaq shumë nga babai i fëmijëve duke ditur që ke patur shumë vite martesë me ta. 16 vite edhe e kam mbajtur më shumë kam para ta se veten time. Por edhe u zgënjeke. Më fort.
Më vjen keq. E dashur Tefta, ndalemi tek Gjergji, te vllai juaj, sepse gjithë thelbi i këtij live-it mbetet Gjergji. Plaga jote tjetër, përveç se pas ke dhimbje dhe të mëdha brenda familjes, divorci e vetme me fëmijët. Përveç informacionit që është në burg, të tjera lajme kanë bërritur tek ju? Jo, vetëm të informacion kam për mua. Asnjë lajm tjetër. Asnjë. Por Vetëm të edhe më ka ngelu pa e tuar, por pres të bëj letrat me kësmet të Zotit, të punoj në i qik e do hy edhe kësaj teme. Nëse hyn ti më shpejt, faleminderit. mua këtu më ke dhe do jem pranë teje. Gjergji është një nga historitë që është trajtuar në studion time dhe më vjen mirë që ka ardhur një informacion, të paktën është ndezur një dritë jeshile të dish ku të kërkosh, kjo është e rëndësishme. Uroj që ai Bravo. burgu është i frikshëm, por uroj të jetë në burg. Uroj të jetë në burg dhe ju të mësoni të vërtetën, sepse mendja ju shkon se ndoshta diçka e keqe i ka ndodhur që marsin atij viti dhe nuk dihet më. Janë histori të Po goxha të vështira. zemra e motrës sot është gjallë 100% edhe unë një ditë të ta takoj. Kaqti. Ta uroj me zemër, sinqerisht, që ai të jetë vërtet gjallë. Por një mesazh ditën e sotme për Gjergjin do përcjellje, nëse ai vërtet ndodhet diku, ndoshta izoluar në burg, me një dënim goxha të rëndë, s'merr dot guximin t'ju kontaktoj, t'ju japi këtë lajm. Çfarë do i thoshe sot vetë Gjergjit? Çfarë do i thoshe sot vetë Gjergjit nëse gjithmonë ai është gjallë? Nëse mua i vëlla më shef, unë do t'i them, Gjergj, bëhe zemër gure, kontakto motrën dhe nëse unë e natë e ditë, se ty do vita për kratë, se nga mërmalli të përqafoj të marrë një aromën të të, që qaj me foton të në vla, bëhe zemër gure, të gëzën të nënë të si vjetë, bolle e bëre me plagë, të lutem Gjergj, e jetë e mutra jote. E ja shpirë të përqafoj njërë së nga marmalli. Mutra jote për ty e ka marrë të rrugë, që po kalë principi, për të takuar ty. Edhe nuk të rëzojnë të kthejnë Shqipëri dhe sa ty të përqafoj njërë fort. Pasaj le ti jeta ime. Dhimbja e një motre për vllajin, unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme dashur Tefta, kushdo që është duke na ndjekur, shqiptarë të cilët kanë qenë në burgun e Larisas, që ndoshta mund të kenë takuar një personi shqiptar me emrin Jorgo Zhupani, që dyshohet se është Gjergji Zhupani, të na telefonojnë ditën e sotme me shpresën që mund të gjejmë të vërtetën e tij. E i them edhe njerëzve, kush dini të vërtet, për vllain tim, mos guro po telefono. Sa do pak tjetë informacioni për mua është shumë e madhe. Është shumë e madhe, është një dritë që po e pres pa durim. Dhe të besoj dhe lutem me zemër që ta mësosh të vërtet dhe uroj që ta i kesh vllajin gjallë dhe të takohesh Tefta. Si do që tjetë informacioni, paktën të dim. Një histori të vërtet, asgjë më shumë. Se gjithë familja është në kërkim, gjithë familja është në kërkim të tij dhe uroj që familja juaj Zhupani, që jeton sot në Durrës, të mësoj të vërtetën e djalit Gjergji Zhupani, një 18 vjeçar i zhdukur marsin e vitit 2000. Në këtë mars janë mbushur 26 vite. Pa. E dashur Tefta, u preka nga kjo histori dhe mbi gjitha u preka kur mësova që edhe që nge divorcuar, para 9 muajve dhe jeta jote është bërë akoma më e vështirë. Forca për t'ja dalë si nën, qofsh nën e lumtur me fëmijët e tu dhe qofsh një motër e lumtur, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt, çdo informacion që do vi për Gjergjin, unë menjëherë do të kontaktoj. Shumë faleminderit. Odeta, do të kërkoj një gjë. Po, Unë nuk kam mundësi të merrem me Rudinën. Nëse është mundësia, mund të bësh edhe ti atë denoncimin, se nuk kam mundësi të vi në Shqipëri, nuk kam mundësinë e lekut, dokumentat Rudina i kërkoj që të më kthejmë mbrapsh.
Ne jemi në këtë live dhe ajo po na dëgjon. Nëse vërtet kjo zonjë të mban peng dokumentat dhe të kërkon para, ky është një skandal dhe ajo duhet i dorëzoj menjëherë ato dokumenta, sepse ajo nuk është avokate. Për kokë të Gjergjit, për kokë të shpirtë ati vllaj që nuk ja di ku e ka. Për kokë të ati që më i mban dokumentat e kërkon 1.500 euro. Që unë me zor po ushqej fëmijët e mi, po kam shritur gjakun në moj. Jo fëmin, gjakun për të ushqyer ata 3 fëmijë. Prandaj zonja të kthej dosjen në mbrapsh. Edhe të më lej në hallet e mia, e të vej ku vete, ku përplasel, e të vej atje, për çfarë të doj me të tjerë, mua të më lej në hallet e mia. Ajo në punë të vetë, unë punë time. Dua dokumentat, kaq. Uroj që zonja Rudina të më kontaktoj. Mirë, do mbetemi në kontakt Tefta, të përshëndes dhe të pudh nga Tirana. Shumë faleminderit edhe unë të përqafoj, të përshëndes në Selaniku. Mirupafshim. Respekt, mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që kjo motër ta gjej vllajën e saj, Gjergji Zhupanin, një 44 vjeçar i zhdukur pa lënë asnjë gjurmë, që prej 25 marsit të vitit 2000 nga Larisa e Greqisë, dhe pse dyshohet se ndoshta mund të jetë në burg, urojmë dhe shpresojmë të zbulohet kjo e vërtet dhe familja e Gjergji Zhupanit të qetësohet me shpresën që ai gjithmonë mund të jetë gjallë. Ne do takojmë sërish bashkë nesër, mos harroni, jemi live ora 10 me një tjetër histori. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare, ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, kur çdo dite, live ora 10 më keni këtu me këto histori të dhimbshme njerëzore. Mirupafshim dhe ritakohemi nesër.